E diela e fundit e shtatorit ka shënuar një kthes të dukshme në panoramën e përditshme të qytetit bregdetar të Vlorës. Pas një sezoni të gjatë veror, plazhet e qytetit janë gjetur thuajse të boshatisura. Rreshtit e para të shiut, të rëna orët e fundit, kanë lagurërën dhe kanë ullur ndjeshëm temperaturat, duke i dhënë fund atmosferës verore që kishte vazhduar deri në ditët e fundit të shtatorit. Shumica e pushuesve të papërgatitur për ndryshimin e menjëhershëm të motit janë larguar nga bregu, ndërsa operatorët turistik kanë nisur të çmontojnë çadrat, shezllonet dhe pajisjet e tjera të plazhit, duke sinjalizuar kështu mbylljen zyrtare të sezonit. Ndryshe nga fundjava tipike të verës, ku trafiku në rrugët hyrëse dhe dalëse të qytetit shënonte flukse të larta, gjatë kësaj të diele lëvizja në akset kryesore ka qenë e qetë dhe pa pengesa. Rrugët përgjatë Bregdetit janë parë të qarkullueshme dhe me pranit të reduktuar të automjeteve, gjë që ka lehtësuar qarkullimin dhe ka rikthyer normalitetin e përditshëm për banorët e zonës. Për bizneset që operojnë në fushën e turizmit, kjo fundjavë ka qenë një sinjal i qartë për përfundimin e sezonit. Megjithatë, Vlora vijon të mbetet një destinacion i preferuar edhe gjatë vjeshtës, veçanërisht për ata që kërkojnë pushime të qeta, larg zhurmave. Natyra, ushqimi dhe mikpritja vlonjate janë ende të pranishme dhe të gatshme për të mirëpritur çdo që zgjedh të vizitojë qytetin edhe në këtë periudhë të tranzicionit sezonal.